Në prag të festës së 28 nëntorit, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, organizoi një ceremoni në nder të kësaj dite. Në këtë mbrëmje u tha se Shqipëria do të jetë një zë i fortë në skenën ndërkombëtare, në mbrojtjen e interesave të Kosovës. Është dita që të bashkon ndërgjegjën tonë kombëtare, sakrificën, krenarinë dhe aspiratat tona. Është bashkë nder të përkujtojmë së bashku edhe të rrjetojnë e shlirimit të Shqipërisë. Një moment kyçpy kur shqiptarët u nështruan në anën e dur të historisë, pjesë e koalicionit të madh antifashist, duke zgjedhur lirinë, dignitetin dhe vlerat demokratike evropiane si busull e së ardhmes. Në fjalimin e tij, Malaj veçoi disa nga bashkëpunimet mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku theksoi se në 11 muajt e parë të vitit 2025, shkëmbimet tregtare janë afro 1 miliard euro. Për ne shqiptarët, kufili mes Shqipërisë dhe Kosovës është vetëm një vijë që e vizatoi historia e padrejtë, por që mbulua nga gjaku i të shmorëve, nga lotët e nënave dhe nga ëndrat e brezave. Ajo vijë kur nuk e ndau shpirtin ton të përbashkët e të pathyeshëm. Të dashur, miq, le të flasim sonte me fakte, sepse dashuria për kombin nuk është vetëm poezi edhe këngë. Është edhe vepër, është përgjegjësi, është një rrugtim i përbashkët drejt prosperitetit. Ftesa për mysafirët e kësaj ngjarje ngjasoi me telegramet e përdorura në fillim të shekullit 20, element të cilin e theksoi në fjalimin e tij kryeministri në detyrë Albin Kurti. Disa ditë më parë, kur në zyrën time erdhi ftesa nga ambasada e Shqipërisë për premtimet e 28 nëntorit, një kujtimesh dhe ndjesish festive u rikthyen sikur në çdo nëntor, por shumë ngjarje kyçe nga historinë e shqiptarëve përbashkohen të data e 28 nëntorit. Një ftesë dërguar nga ambasada e Shqipërisë, disi gjithmonë më ngjason në ato telegramet e transmetuara me telegraf në vitet e larta të fillim shekullit 20, kur patriotët shqiptarë po koordinoheshin mes vete për veprimet që kulmuan me shkalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Ndërsa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kujtoi momenti kur përdorimi i flamurit kuq e zi ishte ndaluar për popullin. Për dekada me radhë ky flamur u ndalua në Kosovë. Shqiptarët u burgosën, u rrahën, u persekutuan e u vranë, vetëm pse e mbanin të varur në përdritare, pse e ngritnin në përshtëpi, apo e mbanin në xhep si amanet. Regjimi Jugoslav e pastaj ai serb donin ta shuanin identitetin tonë, por nuk e shuan dot kur askush shpirtin e shqiptarit, sepse ky flamur ishte dhe mbetet testamenti i lirisë sonë. Presidenti a theksoi gjithashtu se dy shtetet po afrohen drejt BE-s.